E para gjë, përpara se të kthehem përgjigjes, është mirë që mos lehen ato ditë. Që para Ramazanit mos të zej Ramazani me ditë e Ramazanit kalum, nuk është mirë. Nuk është e pëlqyeshme, prandaj themi në muajin Shaban që ka qenë para muajit Ramazan ta agjërojnë më tepër, kush ka borxhe më tepër ta agjërojë send. Mirë po ndodh që i ka mbet. Dhe ka zënë Ramazani tani me borxhet e Ramazanit kalum. Çka do të bëj? Do t'i lej fare? Jo, nuk i lën fare. Mas Ramazanit duhet t'i agjëroj. Ti bëj llogarisi sa ka mbet për Ramazanit kalum, dhe nëse do i mbesi dhe për këtij Ramazanit që jemi faktikisht, i bën llogarin dhe ka patjetër ti agjëroj mas, biles. Ka dietar që thonë jo vetëm ti agjëroj ato ditë që i ka mbetur, po edhe ti paguaj në çdo ditë. Do të thonë ke mendime dietarësh të tillë, ke mendime që thotë i kompenson më mas. I ka patjetër ti kompensoj. Cilat janë ato ibadete apo namazet të veçanta që bëhen gjatë muajit Ramazan? Shiko, për herë kur përmendet muaji Ramazan, përmendet namazi teravis. Do thënë muaji Ramazan e ka namazin e teravis ose tarawih që quhet në arabisht. Kjo është namazi që definohet ose namazi që është vetëm Ramazan bëhet kë. Namazi teravis vetëm në Ramazan. Do thënë falet mas yatsis, normal që falen nëpër xhamia ose nëpër shtëpi mund falet. Mirë po zakonisht falet e ka atë atmosferën e vet, xhamia do të ketë atmosferën e vet, atë grumbullimin e njerëzve. Ka një ndjenjë tjetër, do thënë që është namazi i teravis. Mirë po mund falet edhe namaz natë, nuk është, do të thënë kush ka dëshirë falet, ama ajo që është prej ibadeteve kryesore, flas çështja e namazeve, është namazi i teravis, pastaj ka shumë ibadete që ti duhet bësh në Ramazan, jo vetëm namazi, për ibadeteve pëlqyeshme dhe që i ka bërë profeti alayhis salam dhe na ka inkuraju neve si njerëz, pikërisht është edhe t'i japësh sadakat e ndryshëm, t'i japësh, t'i ndihmosh tjerit. Profeti alayhis salam ka qenë për cilësive të bukura që ka pas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ka qenë një për cilësive, ka qenë shumë bujar, ka qenë shumë dorëdhant. Më shumë që ka qenë bujar ka qenë muajin e Ramazanit. Më shumë që ka dhënë muajin e Ramazanit. Duat mos t'i lejmë. Bëjmë sa më shumë dua. Ne jemi fukare para Zotit. Ne jemi dobët para Zotit. Dhe Zoti na forcon me dua. Zoti të forcon me dua, thotë Zoti lutet përgjigjem. A ke nevojë, ke hall, ke siklet. Secila prej nesh ka ato problemet e veta, ka hallet e veta, çdo familje, çdo njeri faktikisht ka hallet e problemet e veta. Drejtoju Zotit. Zoti t'i jep zgjidhjet ashtu siç don Zoti dhe kur don Zoti, dhe Zoti të bën sebepe nga më të ndryshme. Sa më shumë duan muajin e Ramazanit, sa më shumë lexojmë Kur'anin muajin e Ramazanit. Sepse thamë Ramazani është muaji i Kur'anit. Dhe unë do ta shtoj diçka nëse më lejohet. E kisha këshilluar veten dhe gjithë ato që shikojnë. Keni kujdes nga hajdutet e Ramazanit. Dikush do thotë çka janë këto hajdutet e Ramazanit, ne dim fjalën e hajdut për diçka, mund vjedhi pare, mund vjedhi diçka, mund vjedhi, ama kemi e dini që ka hajdut Ramazani. Çdo kush, çdo gjë që ta humbën ditët e Ramazanit, orët e Ramazanit për të keq, ajo është hajdut i Ramazanit. Domethënë çdo gjë e cila ta humb ditën, orët, minutat e Ramazanit, ai quhet hajdut i Ramazanit. Pse? Ti harxhon ditët dhe minutat e këtij muaji faktikisht të bekuar, jo për të mirë. Ka shumë njerëz që bëjnë ibadetin që të fitojnë mirësitë e kësaj dynjaje. Jo vetëm Ramazanin, edhe dhënia sadakas. E ke vure për shembull kur themi në që jep sadaka, faktikisht ka thënë profeti alayhis salam, jep sadaka të shërohesh. Faktikisht e jep sadaka më shëru. Jep sadaka më ushtu pasuria. Tani a mundet ne të bëjmë ibadetet dhe të fitojmë mirësi, domethënë me qëllim që të marrim mirësitë e kësaj dynjaje. E para gjë, do ta di se cila prej nesh ibadetin, njëti par kryesor ta bësh për hir të Zotit. Njëti parsor është për hir të Allahut. Allah azza wa jall thot: "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin." Nuk I ka urdhëruar njerëzit, besimtarët vetëm të adhurojnë Allahun me sinqeritet. Kjo është numër 1. Pra unë kur të ta bëj ibadetin,
dhe juve kur do ta bëni ibadetin, a qoftë namazi, se dhe namazi ka ato benefitet e veta, të mirat e veta me këtë dynja. Ajo, edhe agjërimi, nëse unë do ta agjëroj, do ta bëj për hir të Allahut në fillim, dhe të jemi të sigurt diçka. Çdo ibadet që Zoti ka obligu, ka të mira shpirtërore, ka dhe fizike. Mirë, për atë mirën fizike mos e bë parsore. Do të thonë, njetin fillim për hir të Zotit, bëj njetin për hir të Zotit, mira të tjera do vinë mas. Mos e prish njetin tënd. Mira të tjera do vinë mas. Ti kur falesh, marr shembull. Njeri kur falet, ka të mira ti falesh për Zotin, je këtu ka kible, je drejtohesh Allahut, bën një ibadet që Zoti ka urdhëruar, ajo. Po e ditë mirat fizike si çka janë? Plus fizike, po edhe shpirtërore, siç thon, simas disa hulumtimeve që janë bë, njeriu ka energji negative. Zakonisht ju jeni në punë, ke stresin, ke atë sikletin, çdo kush që shkon punë ka stres. Ka thonë, të lutem leni rahat se gjithë ditën stres në punë. Edhe kur je me njerëz negativ, fiton energji negative ajo. Këtë energji negative që ne zakonisht e marrim, është vërtetuar shkencërisht që njeriu në energjinë negative tërheq toka. Do të thonë që njeriu kur bie në sejdë, e lëshon komplet energjinë negative tërheq toka. Pikërisht do ta them edhe diçka tjetër këtu që profeti alayhis salam na ka dhënë ilaçin e njeriu kur është nervoz, nevrik. Çka ka thënë profeti alayhis salam? Na ka dhënë disa mënyra. Një prej mënyrave merrni abdes, sepse thotë është për shejtanin. Dhe shejtani është i krijuar për zjarrit, kështu që zjarrin e fikën ujë. Tjetër çka thotë, nëse je në kom, ulu. Nëse je në kom, ulu. Nëse je ul, shtriu. Pse energjia se njeriu kur nervoz ka energji të keqe, domethënë energji negative. Kështu që edhe agjërimi ka ato benefitet e veta shpirtërore, e para është urdhri i Zotit e çoj në vend, e forcoj shpirtin tim, zemrën time, po do vinë edhe fizike. Nuk ka bë Zoti një ibadet që mos të kesh të mira edhe shpirtërore, po edhe fizike. Si duhet të jetë një ditë tipike? 10 ditë të fundit të Ramazanit, profeti alayhis salam i ka dhënë fuqi edhe më tepër që të bëj ibadete edhe më shumë 10 ditë e Ramazanit. Unë do ta krahasosha për shembull këto që janë sportistë. Ndoshta gjatë atletët për shembull, gjatë vrapimit i shikon vrapojnë normal. Kur e shikojnë finishin, çka bëjnë? Shpejton, i mbledhin gjithë forcat, shpejton që të arrin finish. Kjo është edhe për ne 10 ditë që funin Ramazanit. Domethënë i mbledhim edhe më shumë forcat, që është duke ardhur finishi që ne dalim fitimtar. Pse i mbledhin forcat atletët? Që secili mendon që dali i pari, dhe ne pikërisht dhe kështu, secila prej nesh të mbledhin forcat e veta që dalim finish dhe dalim për Ramazanit me gjunahet lahur të pastruar dhe të ngretur dhe të lartësuar te Allahu subhanahu xhalla xhelalu. 10 ditë që në fundit të Ramazanit është pikërisht nata më e mirë e i vitit. Ajo është nata e Kadrit, inna anzalnahu fi lejletil qadr, ne kemi zbrit Kur'anin natën e Kadrit. Pikërisht në surën Kadr Allah azza wa jalla tregon mirësinë, begatinë e natës së Kadrit. Domethënë 10 ditë që fundit na kujton natën e Kadrit. Nata e Kadrit. Çka ndodh natën e Kadrit? Vetë fjala Qadr. Caktimet e njeriut, kush do vdesi, kush do jetoj, sa do jetoj, e kështu me radhë. Plus ndodh diçka tjetër. Ndodh ajo që një herë në vit, natën e Kadrit, në muajin e Ramazanit, zbret Gjibrili alayhis salam. Kush është Gjibrili alayhis salam? Melaqja Gjibrili alayhis salam që i ka sjell shpalljen Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Gjibrili alayhis salam është përmend Kur'anin Kerim. Gjibrili alayhis salam është, si të thënë, kryetari i kretë melaqeve dhe ambasadori i Zotit në tokë, ka qenë për pejgamberët që ka pru shpalljen. Gjibrili alayhis salam. Pikërisht kur ka vdek profeti alayhis salam, njerëzit janë mërzitur dhe kanë filluar të çajnë. Ka qenë një gru e cila nuk ka mund ta pushojnë. Shumë po qante me denes, edhe i thot mundohen ta qetësojnë. Edhe thot, shiko, unë e kuptoj që profeti alayhis salam është kthyt Allah azza wa jall, gjithë do vdesim. Unë qaj dhe për diçka tjetër. Thot, qaj se më Gjibrili alayhis salam nuk zbret në tokë.
dhe i thonë, oj nanë, oj fulane, a nuk e keni gjuhë fjalën Allahut Azza wa Jall që thotë tenazzalul malaikatu war-ruh, të zbresin me laqet dhe ruh, ashtu Gjibrili alayhis salam natën e Kadrit. Pra pikërisht 10 ditën e fundit është nata më e mirë, është nata e Kadrit, është nata që Allahu subhanahu jalla jalalu e ka veçuar për natëve të tjerë, është nata që zbresin me laqet, thon dietarët, ashtu si zbret shiu në tokë dhe bashkë me laqet zbret edhe me laqet Gjibril alayhis salam.